Tani vim te banka virtuale. Tani janë dy momente. Kjo që u krijoi së fundi besoj referosh apo jo. Është momenti zyrtar i bankës virtuale që unë parim jam tmerrsisht pro një banke virtuale. Kam qenë në 2008 në Poloni kur u krijua banka e parë virtuale atje dhe ishte një super eksperiment. 2008, kuptoj, jemi 2026. Në momentet që ne flasim, Shqipëria nuk e ka infrastrukturën për një bankë virtuale. Unë jam shumë pro. Dhe mendoj që do ketë punë, po të ketë qëllimin e bankës virtuale. Po, jo zyrtarisht, unë di që banka virtuale hapur në Shqipëri nuk është hapur për të krijuar produkt virtual dhe të konkurrojnë tregët drejtshëm. Por është hapur në sajt të një lobi që nuk ka të bëjë me ekonominë e tregut. Unë mund t'i them gjitha informacionet tani, që është një lobë që do janë të panevojshme. Po, nuk më hyn në punë për këtë fokus që kemi ne këtu. Pa mund të them dhe kush e ka krijuar si kartë kapitali, deri Rothschildet e tjera, por banka virtuale për në parim duhet të jetë. Është momenti. Çështja është a ta bëjnë mirë, a do dizenjojnë një produkt financiar dhe për konsumatorin, dhe a do ofrojnë zgjidhje siç e ofron një mrekullueshëm Stripe, që unë jam lutur kompanive këtu në Shqipëri që të bëjmë diçka të tillë.